Disa prej 12 konduktorëve që u përjashtuan nga ndërmarrja Trenk-Kos për dyshimet për manipulim me arka fiskale vazhdojnë të jenë të papunë. Ata sot gjenden pa punë, mund t'jetë ndonjëri prej tyre që të ketë filluar ndonjë punë, mirë po shumica prej tyre sot gjenden pa punë. Që nga janari ata nuk po i mbledhin pagesat e udhëtarëve që përdorin linjën e vetme aktive e kurrëdhore në Kosovë. Mbi 230.000 euro është dëmi i vlerësuar sipas kompanisë autorizuar për mirëmbajtje të arkave fiskale. Ndërhyrjet në arka fiskale kishin filluar në periudhën 2015-2016 kur ndërmarrja u fiskalizua. Por krejt këto i kundërshton avokati i konduktorëve i cili akuzon menaxhmentin e Trenk-Kos për shpifje. Si provë në betejën ligjore, avokati Kushtrim Prenku tregon se do të përdor raporte të vlerësimeve të mëhershme që tregojnë se arkat nuk ishin të manipuluara. Prenku thot se dhe vetë kryeshefi aktual i ndërmarrjes Agron Statovci pat nënshkruar disa raporte të tilla. Trenk-Kos arkat i ka abonu, i ka rregullu teknikisht dhe i ka servisu çdo vit. Dhe në bazë të raporteve të cilat gjenden edhe në Trenk-Kos, po dhe të cilat gjenden tek operatori ekonomik, arkat fiskale kanë qenë çdo vit në rregull. Vetë Agron Statovci ka qenë në një periudhë projekt menaxher i kontratave dhe njëjti kanë nënshkruar raportet e pranimit të tyre ku ka konstatuar se arkat fiskale janë në rregull. Arsyet sipas avokatit mund të ndërlidhen edhe me dallimet në bindjet politike. Të një rivalitetit të brendshëm ato në ndërmarrje për shkak të sindikatave, ose edhe siç e kam theksuar edhe në mediumet e tjera mund të jetë edhe për shkak të bindjeve politike. Ndërkaq Trenk-Kos pretendimet e veta i ka adresuar në Departamentin për Hetim të Krimeve Ekonomike të Policisë.